përmendet edhe pak më parë formimin e qeverisë, sa duket të jetë në fakt në horizont një gjë e tillë? Fare. Në horizont nuk mund të jetë asnjë një gjë e tillë, përkatësisht një formim i qeverisë derisa nuk ka komunikim në mes partisë e cila ka dalë para në zgjedhje me parti tjera. Ne po madje tani më po vrehet qartë që është një farë bllokimi i qëllimshëm, për shkak se pothuaj të gjitha partitë tjera e kanë dhënë opsionet e tyre se si do ta votonin një kryetar parlamenti, por lëvizja vetëvendosje është bllokuar në propozimin e saj duke arsyetuar që ajo e ka të drejtën. Shishani, lëvizja vetëvendosje e ka të drejtën të propozoj kandidatin. Ajo mund ta propozojë një kandidat të një partie tjetër. Fare nuk është problem. Sikur që e kanë të drejtën deputetët ta votojnë apo të mos e votojnë. Për këtë arsye në politikë është e rëndësishme që partitë të ulen dhe të bëjnë kompromise. Pse duhet, këtë e kam thënë herave tjera, pse duhet një parti të votojë diçka blanko? E kemi parë që zoti Limaj është ofruar, duke pasur parasysh përvojën e keqe të cilën e ka pasur LDK-ja me lëvizjen vetëvendosje, si duket zoti Limaj është i kujdesshëm dhe nuk dëshiron që të futet në thetrat e Albin Kurtit me pozita qeveritare për shkak se kryeministri mund t'i shkarkoj ministrat, por kryeministri nuk mund t'a shkarkoj kryetarin e parlamentit. Andaj, kjo është edhe, mendoj unë, është edhe qëllimi i zotit Limaj. Në anën tjetër, po mendoj pse ai e dëshiron kryetarin e kryeparlamentarit, kjo tregon natyrisht edhe një farë mosbesimi i cili është shkaktuar për shkak të veprimeve të cilat i ka bërë zoti Kurti deri më tani. Një zgjidhje e kësaj çështje natyrisht është çështje kompromisi dhe çështje bisedimeve dhe diskutimeve, diçka që nuk po ndodh. Andaj mendoj që janë dy rrugë momentalisht se si mund të zgjidhet kjo çështje. E para është kandidimi i zotit Limaj për kryeparlamentar, për shkak se jam shumë i sigurt që eksponentë të partive tjera do ta votojnë zotin Limaj. Apo varianti i dytë është që të i ofrohet me propozim Partisë Demokratike, gjithmonë duke pasur parasysh që Lidhja Demokratike është pozicionuar, që nuk dëshiron, përderisa Aleanca për Armërinë e Kosovës gjithashtu është e pozicionuar që nuk dëshiron të qeverisë me Çfarë zotin Kurti. saktësisht i jepet në këtë rast Partisë Demokratike? Pozita e kryeparlamentarit keni fjalën? Jo, të ulen me Partinë Demokratike dhe të diskutojnë për një koalicion, për shkak se lëvizja vetëvendosje nuk i ka numrat, por as partitë opozitare nuk i kanë numrat. Kështu që duhet domosdoshmërisht duhet të ulen partitë dhe të diskutojnë për zgjidhjen e këtij problemi. Dhe zgjidhja e këtij problemi ndodh vetëm me një bashkëpunim. Mirë po, me që përmendni këtë opsionin e dytë duat ndalem, sa mendoni që janë gjasat për të arritur një koalicion i tillë, marrë parasysh ndryrimet e deri tanishme?